Tirana ka fituar me Besën 2-1 në ndeshjen e javës së 20 të kategorisë superiore dhe ngjitet në kuotën e 22 pikëve, duke u larguar kështu vendit të fundit të tabelës së renditjes. Në fakt, të parët kalojnë avantazh miqt nga Kavaja me anë të Celhakës në minutën e 12. Por shumë shpejt, pas vetëm 4 minutash, Tirana gjen barazimin me anë të Gilberto Fortunatos. Pa ushuar ende gëzimi i golit të brazilianit, Bardhe Blut kalojnë në epërsim me anë të Korçikut. Me gjithë përpjekjet e futbollistëve të Tiranës, ky rezultat nuk ndryshon deri në fund të takimit, që do të thotë 3 pikë për skuadrën kryeqytetase, duke u larguar kështu vendit të fundit të renditjes. Një fitore kjo që ka kënaqur të gjithë tifozët e Tiranës, jo vetëm për lojën që dhuroi skuadra e tyre, por edhe për 3 pikët e shpresës për mbijetesë në kategorinë superiore. Ndeshja tjetër e luajtur të dielën Vllaznia Partizani është mbyllur në barazim 1-1. Edhe pse me 10 lojtar, Partizani arrin të kalojë në avantazh me anë të Mazrekajt në minutën e 70. Por vetëm pas 7 minutash Vukčević barazon rezultatin në 1-1 për skuadrën vendase. Në ndeshjet e luajtura ditën e shtunë u arritën këto rezultate: Laçi Teuta 2-1, Lushnja Bylis 2-0, Kuksi Flamurtari 3-2 dhe Skënderbeu Kastrioti që është fituar nga vendasit me rezultatin 2-0. Renditjen e kategorisë superiore e kryeson Skënderbeu me 41 pikë, e ndjekur nga Laçi e Partizani me 31, Kuksi me 30 pikë, Teuta me 29 dhe Besa me 28 pikë.